indeksimi ligji e ka të përcaktuar një herë në vit, por nuk e ka të përcaktuar kohën se kur. E qartë. Pra nuk e ka të përcaktuar nëse do jetë në një janar, në një prill, në një korrik, apo do jetë edhe në një tetor. Në përvojën ose përgjatë gjithë viteve që është realizuar indeksimi, nuk ka pasur asnjëherë një datë fikse. Ka qenë gjithmonë të ndryshme. Ndoshta atëherë kur është parë nevojshme. Kur është gjykuar nga qeveria në këtë rast do ta themi, në këtë pikë nuk mund të themi që kemi të bëjmë me një shkelje dhe nuk mund të themi pse ky indeksim u bë në korrik, nuk u bë në prill ose nuk u bë në tetor. Pra në aspektin formal ligjor. Në aspektin real, se çfarë ndryshon ky indeksim tek qytetarët, do themi që në aspektin real është 0. Pra i blinte po 10 ose po 100 njësim produkt. Pra nuk i ka përmirësuar jetën e tij. Dhe duke marrë në konsiderat që vlera e pensioneve është e ulët, kjo do të thotë në këtë rast që kosto e jetesës nuk përballohet nga pensioni. Dhe në analizën time, këta qytetarë nuk jetojnë me pensionet e tyre. Pra, ku flasim në tërësi, në pjesën më të madhe, pra nuk kurse themi të gjithë qytetarët nuk jetojnë, se është rrothytja e me çfarë jetojnë. Dhe në analizën time sërish, duke pasur dy elementë, që është rritja e vlerave të remitancave, sidomos ato që janë për konsum, dhe njëkohësisht mbështetja e familjarëve ose fëmijëve të tyre ndaj pensionistëve, janë ata që ndihmojnë që pensionistët përballojnë kostove të jetës.